Ky burr ecën për më shumë se 2 vjet për t'u bërë i vetmi person në histori që ka kaluar lumin Amazon në këmbë, me vetëm një rregull, pa asnjë lloj transporti. Ed Stafford e nisi udhëtimin e tij në vitin 2008 nga malet jugore të Perus, duke thënë, do ta kaloj xhunglën më vdekjeprurse në botë, vetëm në këmbë. Në fillim, tingëllonte e pamundur. Amazonasi shtrihet mbi 6.400 kilometra përmes moçaleve, lumenjve të pafund dhe pyjeve të mbushura me grabitqar. Shumë eksplorues thanë se ai do të zhdukej brenda pak ditësh, por Ed vazhdoi të ecte. Në fillim shoqërohej nga miku i tij Luke Collier, por pas vetëm disa muajsh, Luke u tërhoq, duke e lënë Edin të braktisur thellë në xhungël. Që nga ai moment, Ed mbeti krejtësisht vetëm. Ai hapte rrugën me hanxar përmes pyllit dhe kalonte ujërat e mbushura me kajman dhe anakonda. Kur furnizimet i mbaruan, ishte pranë urisë duke mbijetuar me insekte dhe gjithçka tjetër që gjente. Por rreziqet e Amazonës nuk ishin vetëm natyrore. Njëherë, Ed u mbajt në kërcënimin e armës nga një kontrabandist. Njëherë tjetër, një fis i izoluar e mbylli në një kasolle druri për 8 orë, duke akuzuar se ishte i lidhur me një person të zhdukur nga fisi i tyre. Ngadalë, xhungla filloi ta thyente shpirtin e tij. Javë të tëra heshtjeje dhe izolimi e shtyn drejt çmendurisë. Ai luftoi me ethe, halucinacione dhe madje paranojen se nuk do të dilte gjallë. Por përsëri, hap pas hapi, vazhdoi përpara. Dhe në vitin 2010, pas 860 ditësh dhe më shumë se 6400 kilometrash, Ed Stafford doli nga pylli, duke u bërë personi i parë dhe i vetëm në histori që ka ecur të gjithë lumin Amazon në këmbë.